Fjala sot. Betlehemi, pjesa e dytë. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Në episodin e kaluar, eksploruam vendet që lidhen me lindjen e Jezus Krishtit. Profecitë që u përmbushën dhe traditat që e kanë bërë Betlehemin një vend të shenjtë. Sot do të shkojmë më thellë, duke zbuluar detaje dhe histori mahnitse për këtë qytet të vogël, por të jashtëzakonshëm. Nga shpellat historike deri te ylli i argjend që shënon vendin e lindjes së Krishtit. Çdo hap në këtë udhëtim është një ftesë për të reflektuar mbi mrekullinë e jetës dhe shpëtimit. Bashkohuni me ne për të ndier atmosferën unike të Betlehemit dhe për të mësuar më shumë rreth historisë që e lidh atë me ne. Herën e kaluar folëm për Betlehemin dhe do të doja të vazhdoja këtë temë për të ndarë me ju disa gjëra të tjera për këtë zonë. Tani, vetë kisha ishte diçka madhështore e mrekullueshme si ndërtesë. Ka shumë drita që varen mbi pjesën e altarit, saktësisht mbi zonën e shpellës. Kur njerëzit bëhen gati për të hyrë në shpellë, duhet të vijë në radhë e zakonisht ka shumë grupe që presin për të hyrë. Një nga gjërat që shihni në një nga shtyllat është një mozaik, një pikturë e Jezusit, për cilën njerëzit thonë se qante. Madje për këtë kanë shkruar edhe të gjitha gazetat amerikane. Por sigurisht që kjo ndodhte për shkak të kondensimit nga ndryshimi i temperaturave, gjë që e bën të duket sikur Jezusi po qan. Tani, temperaturat janë rregulluar e kjo gjë nuk ndodh më. Por kishte shumë spekulime që thonin se kjo ishte një mrekulli. Në fakt, kjo është diçka jo shumë e rëndësishme. Ishte një kujtesë për solemnitetin e kësaj zone e të gjitha gjërave që kishin ndodhur aty. Duhet të zbrisni disa shkallë mermeri për të hyrë në shpellë, dhe pikërisht këtu është ylli i argjend që e përmenda në programin e kaluar. Ai tregon se ky është saktësisht vendi ku lindi Jezusi. Pra ylli ishte një shenjë. Është traditë që njerëzit të rrinin në radhë dhe para se të dalin nga zona e shpellës, ata shkojnë dhe gjunjëzohen në këtë pikë, zgjasin dorën në vrimën që është në mes të yllit dhe prekin gurin që është poshtë. Pastaj, thonë një lutje falënderimi apo një këngë lavdërimi për Perëndin, sepse pak metra më tej është vendi ku shpëtimtari dhe Zoti ynë ka lindur. Është mahnitse ta vizitosh këtë vend dhe të dëgjosh grupe të ndryshme nga të gjithë bota duke kënduar këngë krishtlindje në gjuhën e tyre. Para kësaj ngjarje, Nazareti ishte vendlindja e Marisë. Dhe ajo mori mesazhin nga angjëlli Gabriel që i tha se do të ishte nëna e foshnjës Krisht. Besoj se i kujtohet që Mikea parashikoi se kjo do të ndodhte në Betlehem. Luka gjithashtu regjistron në kapitullin 2 se Cezar Augusti po bënte një census dhe duke qenë se Jozefi ishte nga Betlehemi, kjo ishte arsyeja pse ata shkuan në këtë qytet nga Nazareti në kohën kur do të lindte Jezusi. Pra, do të lindte në Betlehem. Hebraishtja është shumë interesante. Bethlehem nga hebraishtja përkthehet shtëpia e bukës. Mua kjo më duket shumë interesante sepse pikërisht në këtë qytet me këtë emër lindi buka e jetës. A nuk ju duket edhe juve interesante? Më duket interesante edhe gjërat vogla si këto dhe më bën të meditoj dhe të falenderoj Perëndin. Për shembull, 11 kilometra në lindje të Betlehemit është një nga tempujt e Herodit. Herodi ishte një ndërtues tempush dhe ai ndërtoi shumë tempuj të tillë në gjithë vendin. Aty është edhe një mal që e ka majën si një krater vulkani. Pikërisht atë vend e mori Herodi dhe ndërtoi një tempull brenda tij. Arsyeja se po ju a them këtë është se Herodi donte të ishte mbret dhe mendonte se ishte mbret mbi mbretër. Ai ishte një njeri trupmall dhe shumë i famshëm, por edhe tej mase paranojak. E dini, ai vrau gjithë familjen e tij sepse kishte frikë dhe nuk mund t'i besonte askujt. Dhe kështu ai vazhdonte të lëvizte nga njëri tempull në tjetrin për të shpëtuar njerëzve që donin ta vrisnin. 11 kilometra nga Betlehemi
është pikërisht ky tempull i madh. Kur të shkoni atje, mund të zbrisni e ta shihni këtë tempull, të ndërtuar nga ky njeri që mendonte se ishte mbret mbi mbretër. Ajo që unë dua të theksoj për kurreshjen tuaj është se 11 kilometra më tej është një shpellë në Betlehem, ku lindi mbreti që është vërtet mbreti mbi mbretër, vetë Jezu Krishti, mbret mbi mbretër e Zot mbi Zot. Le të përqendrohemi tani tek disa gjëra rreth Betlehemit. Dhe një nga pikat që ruhet më shumë është varri i Rakelës, që është një çështje debati dhe lufte midis arabëve dhe judenjve. Nëse ju kujtohet, në Bibël tek Zanafilla 35 vargu 19 na thuhet se ata ishin duke udhëtuar për në jug dhe Rakela vdiq gjatë lindjes së djalit të saj të dytë dhe emri i tij ishte Benjamin. Dhe e dini se ku ishin ata? Pikërisht jashtë Betlehemit. Dhe kështu, nëse shkoni në Betlehem sot, do të shikoni zonën e varrit të Rakelës. Kjo zonë ruhet shumë sot sepse është bërë një pikë e rëndësishme për arabët, por edhe për judenjt. Poshtë në zonën e kishës është jo vetëm shpella ku lindi Krishti dhe një memorial se kjo lindje ndodhi diku aty, por janë edhe shumë dhoma në atë zonë të shpellave, të cilat u dedikohen gjërave të ndryshme. Për shembull, aty është një altar dhe një dhomë e vogël që i përkushtohet Jozefit, kur ai mori zbulesën nga angjëlli, siç na thuhet tek Mateu 2 vargu 13. Nëse ju kujtohet, Jozefi mori mesazhin që të mos kishte frikë e të mos shqetësohej që Maria do të lindte një fëmijë dhe se ai do të ishte fëmia i Perëndis. Gjithashtu, në një nga këto shpella, në këtë zonë, jetoi Zheromi. Ai vdiq në vitin 420. Zheromi ishte përkthyesi i Biblës në latinisht dhe bëri një punë të jashtëzakonshme në këtë vend. Disa nga këto zona të shpellës ishin vendi ku ai jetoi dhe punoi. Pastaj ka dhe një varr tjetër që është varri i Eusebit. Ai ishte një nga etrit e kishës së hershme që jetoi rreth shekullit të 4. Gjithashtu këtu ndodhet edhe një monument i vogël që u kushtohet foshnjave që u vran nga mbreti Herod. Mbreti Herod ishte një njeri i pabesë që dha urdhrin të vriteshin të gjitha foshnjat për të eliminuar atë që i thanë se do të ishte mbreti i mbretërve, mbreti i Izraelit. Në këtë kishë ndodhet ky monument si përkujtimore për këto foshnja. Unë jam i mahnitur nga gjërat që mund të tregoj për këtë kishë. Më pëlqen shumë të ulem në këtë shpellë, sidomos pasi janë larguar të gjitha grupet. Nëse do të shkoni ndonjëherë në Betlehem, prisni derisa të jenë larguar të gjitha grupet. Ata zakonisht këndojnë këngë Krishtlindjeje, por pastaj largohen. Dhe mua më pëlqen të ulem atje kur kisha është bosh dhe të meditoj e thjesht të lutem e të lavdroj Perëndin për dhuratën e shpëtimit. Neve na u premtua se do të vinte një shpëtimtar dhe ai erdhi. Ai lindi pikërisht këtu nga Virgjëresha Mari. Dhe kjo mrekulli, ky Perëndi njeri, ky Zot mbi zotër dhe mbret mbi mbretër, ndryshoi gjithçka. Ne tani kemi sigurinë se ai do ta mbajë fjalën që na dha, duke na thënë se jemi të falur përmes vdekjes së tij në kryq. Ai lindi që të vdiste. Kjo është arsyeja pse ai erdhi këtu në tokë. Ai erdhi që të vdiste në vendin tonë. Është një mrekulli që e ndjeni më afër kur shkoni në Betlehem, ku ai lindi, kur shkoni në Golgota, ku ai u kryqëzua dhe u ngrit prej së vdekurish, kur shkoi në malin e Ullive, nga ku ai u ngjit në qiell për të qenë me atin e tij, pasi u përshëndet me dishepujt e vet dhe u premtoi atyre që do të kthehej përsëri. Dhe ne presim kthimin e tij. Ai tha se do të kthehet sërish në të njëjtën mënyrë në formën e tij fizike. Por mos u shqetësoni miq. Mos u shqetësoni dhe mos e vrisni mendjen nëse ai do të kthehet në Azi, në Afrikë apo në Evropë. Nuk do të ndodhë kështu. Bibla e bën shumë qartë këtë. Të gjithë do ta dinë këtë në të njëjtën kohë. Nëse ju duhet vraponi tek fqinji juaj dhe të pyesni, mendon se është vërtet ai? Atëherë dijeni se nuk është ai, por ndonjë profet i rrem. Dhe do të ketë shumë krishterë që do të jenë të mashtruar, sepse ata do të jenë duke pritur disa gjëra dhe kur të shohin se diçka misterioze po ndodh, do të mendojnë, ndoshta kjo është dita. Ju lutem, më besoni. Kur Krishti të kthehet, të gjithë fëmijët e Perëndis do ta dinë menjëherë në të njëjtën kohë në të gjithë botën. Gjithashtu do të ndodh edhe ringjallja e të vdekurve. Në këtë ardhje të tij, Krishti do të ndajë ata që kanë besuar tek ai,
të cilët do të jetojnë me të në qiell përjetësisht, ku ai ka përgatitur një vend për ta, dhe ata që do të shkojnë në ferr, sepse e kanë refuzuar atë dhe nuk e kanë pranuar si Zot dhe shpëtimtar të tyre. Kur të shkoni në këtë kishë në Betlehem, mendoni për faktin se Jezusi lindi që të vdiste. Ai vdiq në vendin tuaj dhe në vendin tim. Përmes vdekjes së tij, ai fitoi për ne faljen e mëkateve tona dhe sigurinë se ata që besojnë tek ai do të kenë jetë të përjetshme. Kështu, jashtë Betlehemit është kulla e këmbanës. Këto këmbana japin lajmin e gëzuar se një shpëtimtar ka lindur. Unë shpresoj që një ditë ju të keni mundësinë të vizitoni këto vende dhe të shikoni me sytë tuaj këto gjëra të mrekullueshme. Ndërsa përfundojmë këtë program, një gjë mbetet e qartë. Betlehemi nuk është thjesht një vend historik, por një simbol i mrekullisë hyjnore dhe dashurisë së Perëndisë për njerëzimin. Nga shpellat e lashta e deri te traditat që ruajnë kujtimin e lindjes së Krishtit. Ky qytet na kujton çdo ditë rëndësinë e shpëtimit që lindi në të. Le të largohemi nga ky udhtim me zemra të mbushura me falënderim dhe me një dëshirë për të ndarë me të tjerët mesazhin e shpresës dhe dashurisë që erdhi në botë përmes Jezus Krishtit. Mos harroni se ai erdhi që të vdiste për ne dhe të na falte jetën e përjetshme. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Faleminderit që ishit me ne sot. Deri në takimin e radhës, qëndroni të frymëzuar nga kjo histori e jashtëzakonshme dhe jetoni me gëzim dhe shpresë në zemrat tuaja.